Ndonjëherë, kur shikoj fotografitë e fëmijërisë time në Gjermani, në shtëpinë e madhe me kopshtin e gjelbër dhe pishinën që shkëlqente në diellin e verës, pyetem veten, a mundet të jetë dashuria më e fortë se gjaku? A mund të ndërtosh një identitet mbi themele të huaja, pa e ditur kurrë nga vjen e vërteta jote? Emri im është Arian. Kam jetuar 2 jetë, njëra që filloi në varfëri dhe dhimbje, tjetra në luksoz dhe privilegje. Por askush nuk më ka pyetur kurrë cilën prej tyre e zgjidhja. Askush nuk më ka pyetur nëse pasuria mund të mbush brazdëtinë që le pas një nënë që të braktisë. Sot do t'ju tregoj historinë time, të gjithë historinë, dhe ndoshta në fund, ju që më dëgjoni do të më ndihmoni të kuptoj diçka që unë ende nuk e di. Çfarë peshon më shumë? Dashuria që të rritet apo gjaku që të lidh me dikë që nuk ke njohur kurrë? Komentoni më poshtë. Çfarë do të bënit ju në vendin tim? A do të kërkonit të vërtetën, apo do të më shonit me atë që keni? Por, le të fillojmë nga fillimi, nga ajo ditë kur gjithçka ndryshoi, edhe pse unë isha shumë i vogël për ta kujtuar. Nëna ime më la në një mëngjes të ftohtë dimri. Kjo është ajo që më thanë më vonë, kur u rrita dhe fillova të bëja pyetje. Më thanë se ajo erdhi në pragun e shtëpisë së fëmijëve në periferi të Tiranës, me sy të skuqur dhe duart që dridheshin. Më thanë se më mbante shtrënguar në gjoks, si të përpiqej të më bëj pjesë të trupit të saj, por se në të njëjtën kohë, trupi i saj tërhiqej prapa, si një luftë e brendshme që po e grisej përgjysëm. Nuk e mbaj mend fytyrën e saj, nuk e mbaj mend zërin e saj, nuk e mbaj mend as aromën e saj, atë gjë që fëmijët thonë se e mbajnë gjithmonë për nënën e tyre, atë ndjenjë sigurie që të jep aroma e dikujt që të do. Por ajo që e mbaj mend, ose ndoshta më shumë është ëndra që e kam parë aq shumë herë sa më duket sikur është kujtimi vërtet, është një tingull, një fishkëllim e lehtë, pothuajse e padëgjueshme, si dikush që përpiqet të qaj pa zë, një tingull që nuk dëshironte të dëgjohej, por që nuk mund të fshihej. Zonja Lule, ajo që ishte kujdestare në shtëpinë e fëmijëve, më tregoi historinë kur kisha 7 vjeç. E kujtoj saktësisht atë ditë. Ishim ulur në kuzhinën e vogël të shtëpisë së fëmijëve, ku nuhatej gjithmonë një përzierje e çuditshme e sapunit të lirë dhe supës së perimeve. Muri ishte i lyer me një ngjyrë të verdhë të zbehtë që dikur ka qenë e bardhë, dhe drita e vetme që hynte ishte nga një dritare e vogël që shikonte në oborrin e mbushur me lodra të prishura dhe të harruara. Arian, më tha ajo, duke ulur zërin dhe hedhur një vështrim në derë sikur dikush mund të na dëgjonte. Zemra ime filloi të rrahte më shpejt. Çdo fëmijë në atë shtëpi dëshironte të dinte. Çdo fëmijë kishte një fantazi, një histori që i tregonte vetes për prindrit e tyre. Disa thoshin se prindrit e tyre ishin të pasur dhe një ditë do të ktheheshin t'i merrnin. Tjerët trillonin aventura dramatike, aksidente, kidnapime, fatalitete që i kishin ndarë nga familjet e tyre. Por të gjithë e dinim të vërtetën e thellë, atë që askush nuk e thoshte me zë të lartë. Ishim braktisur, ishim të padëshiruar. Në shtëpinë e fëmijëve ishte një ndërtesë e vjetër me muret e çara dhe dysheme të kërcëlitur kurecje. Në katin e parë ishin dhoma të vogla ku flinte çdo grup, fëmijët e vegjël në një dhomë, ato pak më të mëdhenj në tjetrën. Në katin e dytë ishte një sallë e madhe ku bënim aktivitete, vizatonim, luanim, ndonjëherë na lexonin përralla. Linat ishin të forta dhe të pastra, por të vjetra, me njolla që nuk largoheshin më pavarësisht sa i lanin. Jestëkët ishin të holla dhe nuk të mbanin ngrohtë në mjetët kur era fshikullonte nga çarjet e dritareve. Por ajo që më mbetet më shumë në mendje ishte ndjenja. Ajo ndjenjë e vazhdueshme e pritjes, pritje që dikush të vinte, pritje që dikush të kishte gabuar, pritje që jeta jote e vërtet të fillonte, sepse kjo këtu, nuk mund të ishte e gjitha. Çdo herë që hapet dera e madhe e hyrjes, të gjithë fëmijët ngrinin kokën. Çdo herë që dëgjonim këmbësh në shkallë, ini më ndalonte për një moment. Ndoshta ishin ato, ndoshta kishin ardhur më në fund, por kur nuk ishin. Ishin zëvendëstafi, ishin furnizimet, ishin vizitorë që vinin her pas here për të shpërndarë rroba të vjetra apo lodra të prishura që fëmijët e tyre nuk i donin më. Ndër fëmijët ishte një hierarki e heshtur. Ata që kishin ardhur më së fundmi ishin plot shpresë,
Ata besonin, ende. Ata flisnin për kur prindrit e mi do të vinë. Ata mbanin letrat e vogla të fshehura në një stëk, letra që kishin shkruar vetë, duke trilluar adresa imagjinare dhe emra që nuk i dinin. Pastaj ishin ata të tjerët, ata që kishin qenë aty më gjatë. Ata nuk flisnin më për prindrit, nuk pritnin më. Kishin pranuar. Kishin vendosur të jetonin në realitetin që kishin, jo në atë që dëshironin. Unë isha diku në mes, mjaft i vogël për të shpresuar, mjaft i vjetër për të dyshuar. Shokët e mi më të mirë ishin Ilir dhe Gresa. Iliri ishte 2 vjet më i madh se unë, me flokë të zezë që i binin mbi sy dhe një buzëqeshje që e bënte të dukej gjithmonë sikur po planifikonte diçka. Gresa ishte e vogël, me sy të mëdhenj kaf dhe një zë kaq të butë sa her pas here mezi dëgjohej. Iliri më mësoi gjërat e jetës në shtëpinë e fëmijëve. Më mësoi si të fshihja bukën e tepërt në fund të mëngjesit që të mos kisha uri më vonë. Më mësoi se si të shmanga zonja Ndrita, kujdestarja tjetër që ishte shumë më e ashpër se zonja Lule dhe që të ndëshkonte nëse bëje zhurmë pas orës së gjumit. Më mësoi se si të mos qaja, sepse lotët tërhiqnin vëmendjen dhe vëmendja nuk ishte gjithmonë e mirë. Nëse qanë, më tha ai një herë, ndërsa ishim ulur në obor duke shikuar perëndimin e diellit përmes gardit të metalit, tregon se ke nevojë për diçka. Dhe kur tregon se ke nevojë për diçka, të bëjnë të ndjehesh edhe më i vogël. Më mirë të mos kesh nevojë për asgjë. Gresa ishte e ndryshme. Ajo ishte ajo që qante. E bonte natën, në errësirë, kur mendonte se askush nuk e dëgjonte. Por unë e dëgjoja. E dëgjoja duke qarë në heshtje, duke mbytur tingullin në jastëk, duke përpjekur të mos gjonte të tjerët. Një natë, unë ngrita dhe shkova pranë shtratit saj. Gresa, pëshpërita. A je mirë? Ajo nuk përgjigj, por e ndjeva se po dridhej. Unë gjithashtu munj, i thash. Nuk e dija çfarë tjetër të thoja, nuk e dija si ta ngushëlloja, por ndjeva se duhet të thoja diçka. Ajo ktheu kokën dhe më shikoi në errësirë. Nuk mund ta shihja fytyrën e saj qartë, por e ndjeva se më shikonte. Ti ke fat, më tha me zë të përpjekur. Ti do të adoptohesh, jam e sigurt, ke sy të bukur, njerëzit pëlqejnë fëmijët me sy të bukur. Nuk e dija çfarë të thoja për këtë. Kisha dëgjuar fjalën adoptim para. E dija se disa fëmijë largoheshin ndonjëherë me çifte që vinin për t'i takuar. E dija se ata nuk ktheheshin më, por nuk e dija nëse kjo ishte e mirë apo e keqe. Nuk e dija nëse ata ishin të lumtur apo thjesht ishin zhdukur në një lloj tjetër shpresë rreme. Edhe ti do të adoptohesh, i thash, edhe pse nuk e besoja vërtet. Ajo shkundi kokën. Jo, unë jam shumë e vjetër dhe kam këtë. Ajo preku një shenjë në fytyrën e saj, një shenjë lindor që i kalonte nga qepalta e djathtë deri në faqe. Nuk më pëlqen askujt kështu. Mua më pëlqen, i thash, dhe e thash seriozisht. Ajo buzëqeshi pak, edhe pse isha i sigurt se po qante ende. Adoptimi erdhi pa paralajmërim. Kjo është ajo që më tronditi më shumë, sa e befasishme ishte. Një moment isha fëmijë në shtëpinë e fëmijëve, i rrethuar nga njerëz si unë, të gjithë të braktisur, të gjithë duke pritur. Momenti tjetër, jeta ime ndryshoi plotësisht. Zonja Lule më thirri një paradite në zyrën e saj. Zemra ime filloi të rrah. Gjithmonë kur të thirrni në zyrë, do të thotë se kishe bërë diçka të keqe. Përpiqja të kujtoja nëse kisha thyer ndonjë rregull, por nuk më vinte asgjë në mendje. Kur hyra, pash 2 njerëz të huaj ulur në karrigen përpara shkryvanisë së saj, një burr dhe një grua. Të dy të veshur me rroba që dukeshin të shtrenjta, të pastra, të krera në mënyrë të perfekte. Burri kishte flok gri dhe mustaqe të kujdesshëm. Gruaja kishte flok boj blond të lidhur në një bisht elegant dhe një buzëqeshje që dukej e butë, por edhe nervoze. Arian, tha zonja Lule, duke më bërë shenjë të vija afër. Këta janë zoti Klaus dhe zonja Margarete, Müller. Ata kanë ardhur nga Gjermania. Nuk e kuptova menjëherë. Gjermania? Çfarë kërkonin në Shqipëri? Pse ishin këtu? Përshëndetje, Arian, tha gruaja në shqip të thyeshër, duke u përkulur pak para meje. Zëri i saj ishte i butë, por i mbushur me një lloj emocioni që nuk e kuptoja. Burri më zgjonti dorën. E shtrëngova, duke ndjerë se dora e tij ishte shumë më e madhe se e imja, e fortë dhe e ngrohtë.
Ne kemi dëgjuar për ty, vazhdoi Margarete. Ajo nxori një çantë të vogël dhe më dha një kuti. Brenda ishte një makinë lodër, një makinë e kuqe që shkëlqente, me dyer që hapeshin dhe rrota që rrotulloheshin me të vërtetë. Nuk isha parë ndonjë lodër kaq të bukur. Faleminderit, thash në mënyrë automatike, edhe pse nuk e kuptoja se çfarë po ndodhte. Zonja Lule më shikoi dhe buzëqeshi. Arian, zoti dhe zonja Müller duan të birësojnë. Ata duan të marrin me vete në Gjermani, të jetosh me ta, të bëhesh pjesë e familjes së tyre. Fjala birësim goditi si një goditje. E kisha dëgjuar përpara, por ishte gjithmonë e largët, diçka që i ndodhte të tjerëve, jo mua. Dhe tani, befas ishte këtu, para meje, e vërtet dhe e prekshme. Nuk e dija çfarë të ndjeja. Lumturi, frikë, konfuzion? Por çfarë për miqtë e mi, pyeta, duke menduar për Ilirin dhe Gresën. Çfarë për këtu? Klaus dhe Margarete shkëmbyen një vështrim. Margarete u përkul dhe më kapi duart e mia në duart e saj. E dim se është e vështirë, më tha ajo. E dim se po lëm gjëra pas, por ne të premtojmë Marian, ne do të japim një jetë të bukur. Do të kesh dhomën tënde, do të shkosh në shkollë të mirë, do të kesh gjithçka që të nevojitet, dhe më e rëndësishmja, do të kesh një familje. Familje, fjala që çdo fëmijë në atë shtëpi dëshironte të dëgjonte. Fjala që e shikoje në programe televizive, në libra, në ëndrat që i kishe para se të flije, por që nuk i kishe kurrë për vete. Dhe tani, ata po më ofronin atë. Ditët që pasuan ishin një zhurmarrje të hëje, dokumentacion, takime me njerëz të ndryshëm që më bën pyetje, që kontrolluan shëndetin tim, që siguruan se gjithçka ishte në rregull. Klaus dhe Margarete erdhën për të më takuar disa herë të tjera. Më sjellën lodra, ëmbëlsira, libra me fotografi të Gjermanisë. Më treguan për vendin e tyre, për qytetin ku jetonin, një qytet i vogël në jug të Gjermanisë, afër Alpeve. Më treguan për shtëpinë e tyre, për kopshtin me pemë frutash, për dhomën që kishin përgatitur për mua. Është e bojatur me blu, më tha Margarete, duke më treguar një fotografi, sepse na thanë se djemt pëlqejnë blu, por nëse nuk e pëlqen, mund ta ndryshojmë, mund ta bojatisi me çdo ngjyrë që dëshiron. E shikova fotografinë. Dhoma ishte e modhe, më e mbadhe se çdo dhomë që kisha parë ndonjëherë. Kishte një shtrat të vërtet me një jorgan me vizatime karikaturash. Kishte një raft me libra. Kishte një dritare të madhe që shikonte në një kopsht të gjelbër. Ishte e bukur. Ishte më shumë se mund të imagjinoja. Por në të njëjtën kohë, nuk ndjeja asgjë. Ishte sikur po shikoja jetën e dikujt tjetër, jo timen. Nata para se të ikja, Iliri dhe Gresa erdhën në dhomën time. Të tre u ulëm në shtratin tim të vogël, duke mos ditur çfarë të thoshim. Pra, do t'jesh i pasur tani, tha Iliri duke përpjekur të buzëqesh, por zëri i tij duke i mprekt. Nuk e di, thash, nuk e di se si do t'jetë. Do t'jetë e mirë, tha Gresa me ngadalë. Do t'kesh gjithçka, do t'jesh i lumtur. Po ju, pyeta duke ndjer një copë në fyt. Çfarë do të bëni pa mua? Do t'jemi mirë, tha Iliri shpejt, por sytë e tij nuk më thanë të njëjtën gjë. Gresa nuk foli. Ajo thjesht më përqafoi, dhe në atë përqafim ndjeva të gjithë dhimbjen, të gjithë frikën, të gjithë dashurinë që ajo nuk mund ta thoshta me fjalë. Mos më harro për pshëriti në vesh. Kurr, i premtova, kurr nuk do t'ju harroj. Por edhe ndërsa e thash, pyeta veten nëse ishte e vërtet. Nëse pas vitesh në një vend të ri, me një jetë të ri, me një familje të ri, a do mbaja ende këto kujtesa? A do kujtoja fytyrën e saj, zërin e Ilirit, Gresa dhe djersën në net? Nuk e dija, dhe kjo më trembonte më shumë se çdo gjë tjetër. Udhëtimi drejt Gjermanisë është një coptim kujtesash të shpërndara. Mbaj mend aeroportin, sa i madh ishte, sa shumë njerëz ishin aty, sa e fortë ishte zhurma. Mbaj mend se si Klaus më mbante dorën, duke më udhëhequr përmes turmës, ndërsa Margarete ecste në anën tjetër, duke buzëqeshur dhe më tregonte gjëra që nuk i kuptoja. Mbaj mend avionin, sa i çuditshëm ishte, si një kafshë metalike gjigande që mund të fluturonte. Mbaj mend se si zemra ime ndaloi kur filloi të lëvizte, duke shpejtuar, edhe pastaj, befas, ne ishim në ajër. E shikova dritaren dhe pash Gjermanin duke u zvogëluar poshtë, duke u bërë gjithnjë e me vogël, derisa u kthye në një mozaik të gjelbër dhe kafe që në fund u zhduk pas reve. Dhe në atë moment, ndjeva një copë hërje,
sikur një pjesë e mia po mbetej pas, duke u kapur për tokën e lindjes, ndërsa pjesa tjetër po largonte drejt diku që nuk e njihja. Kur mbërritëm në Gjermani, ishte ndryshe nga çdo gjë që imagjinoja. Ajri ishte më i ftohtë, më i flakët, qielli ishte më gri, gjithçka duke i organizuar, e rregulluar, e pastër në një mënyrë që nuk e kisha parë ndonjëherë. Klaus dhe Margarete më çuan me makinë në qytetin e tyre. Makina e tyre ishte e madhe dhe e rehatshme, me ulse lëkure dhe muzikë të butë që vinte nga radioja. Unë ulesha në sedilen e pasme, duke shikuar nga dritarja, duke parë gjëra që nuk i kisha parë ndonjëherë. Rrëg të gjëra, ndërtesa të larta, shenja në një gjuhë që nuk e kuptoja. Shtëpia e tyre, shtëpia ime e re, supozohesh, ishte ashtë qyteti, në një lagje të qetë me rrëg të gjëra dhe pemë të mëdhenj që rrithnin over trotuare. Shtëpit ishin të mëdha, me kopshte të mirë mbajtura dhe gardha të bardha. Gjithçka dukej si nga një përrall. Kur u ndal makina përpara një shtëpie me mure gri dhe një kopsht plot lule, Margarete u kthye dhe më shikoi me sy. "Kemi arritur," tha ajo duke buzëqeshur. "Mirë se erdhe në shtëpinë tënde, Arian." Shtëpia nga brenda ishte më e bukur se sa në fotografi. Kishte dysheme të drunjta që shkëlqenin, mure të bardhë me tablom ngjyra, mobilje të butë që dukeshin se nuk ishin përdorur shumë. Gjithçka ishte e pastër, e rregulluar, e përsosur. "Eja të ta tregoj dhomën tënde," tha Margarete, duke mu udhëhequr lart shkallëve. Dhoma ime ishte në katin e dytë, në fund të një korridori të gjatë. Kur hapi derën, mbeta pa frymë. Ishte më e madhe se sa dukej në fotografi. Muret ishin boj blu, ashtu siç kishte thënë. Kishte një shtrat të madh me mbulesa të buta, një shkurvan me lapsa dhe libra vizatimi, një raft plot me libra në gjermanisht që nuk mund t'i lexoja, dhe në cep një tuf lodra, makina, fluska, kafshë të gjunve. "Të pëlqen?" pyeti Margarete, duke më shikuar me sy plot shpresë. "Po," thash, edhe pse zëri im duke i largët, si ti isha unë vetë që po dëgjoja dikë tjetër të fliste. Është e bukur." "Mund të ndryshosh çdo gjë që nuk të pëlqen," shtoi Klaus, duke qëndruar në derë. "Këtu është shtëpia jote tani, Arian. Dëshirojmë që të ndihesh komod." "Por si të ndihesha komod në një vend kaq të huaj? Si të ndihesha në shtëpi kur gjithçka, secili tingull, secili arom, secili kornizë në mur, ishte e panjohur?" Atë natë hëngra darkën me ta për herë të parë. Darka u shërbya në një tryezë të madhe të drurit, në një dhomë që Margarete e quajti dhoma e ngrënies. Ajo kishte përgatitur diçka që tha se ishte çnicel, mish i skuqur me patate dhe perime. Ishte e shijshme, por më ndihmova të ha ngadalë, duke mos ditur nëse po e bëja siç duhet. Klaus dhe Margarete më bën pyetje të thjeshta, nëse më pëlqeu fluturimi, nëse isha i lodhur, nëse dhoma më pëlqeu. U përgjigja shkurt, duke u ndjerë si ti isha në një intervistë, jo në një darkë familjare. Pas darkës, Margarete më la të shikonte televizion për një kohë. Programet ishin në gjermanisht, pra nuk kuptoja asgjë, por pamjet ishin mjaft për të më mbajtur shtruar. Ishte një vizatim me kafshë që flisnin dhe bënin gjëra qesharake. Ndonse nuk i kuptoja fjalët, buzëqeshja her pas here. Para se të shkoja të flija, Margarete erdhi në dhomë me mua. Më ndihmua të vishja me pijame të reja, të buta, me vizatime astronautësh, dhe më tregoi ku ishte banja, ku ishin peshqirët, ku ishin gjërët që mund të më nevojiteshin. "Nëse ke nevojë për diçka natën, ne jemi këtu," tha ajo, duke treguar në dhomën e tyre në fund të korridorit. "Mos u drodh të na zgjosh, në rregull?" Tunga kokën. Ajo më puthën në krye. Ishte një gjest i butë, natyral për të, por për mua ishte i huaj. Nuk e mbaja mend të kisha ndjer kurrë një puthje si kja, jo nga nëna biologjike që nuk e mbaja mend, dhe as nga kujdestarët në shtëpinë e fëmijëve, që ishin të mirë, por jo të dashur. "Natën e mirë, Arian," tha ajo. "Natën e mirë," përsërita. Kur u largua dhe mbylli derën, mbeta i vetmuar në errësirë. Dëgjova tinguj të rinj, zhurmën e një makine që kalonte jashtë, një tingull të ulët nga ngrohja, fishkëllimin e erës përmes degëve të pemëve. U shtyja në shtratin e ri të madh, duke ndjerë sa i butë ishte dyshemeu, sa i gjëra ishin mbulesat, por pavarësisht nga gjithë komoditeti, nuk mund të flija. Mbyllja sytë dhe përpeqa të imagjinoja se ku ishin Iliri dhe Gresa tani. Apo vetëm flinin, apo mendonin për mua siç isha unë për ta, apo pyeteshin nëse do t'i shihja ndonjëherë përsëri?
Dhe pastaj një pyetje më e thellë goditi. A do t'i kujtoja? Kur një ditë do t'kaloja muaj, vite këtu, me Klaus dhe Margarete, me jetën e re, a do të zbehteshin kujtesat për Ilirin dhe Gresën? A do të bëhesha një person tjetër, dikush që nuk kishte më lidhje me atë fëmijë në shtëpinë e fëmijëve? Kjo më trembonte, më shumë se çdo gjë tjetër. Javët e para ishin të vështira. Klaus dhe Margarete ishin të duruar, të butë, të dashur. Ata përpiqeshin me gjithë zemër ta bënin tranzicionin më të lehtë, por pavarësisht nga përpjekjet e tyre, nuk mund të largonte barriera e heshtur midis nesh. Fillova të mësoja gjermanisht. Margarete më jepte mësim çdo ditë, duke përdorur flashcards me pika dhe fjalë, duke luajtur lojra që më mësonin emra dhe folje. Ajo kishte një durim të pafund, duke përsëritur fjalët sa herë që ishte nevojshme, duke buzëqeshur kur I thoja siç duhet, duke mu inkurajuar kur gaboja. Klaus ishte më I rezervuar, por aq I kujdesshëm. Ai punonte gjatë ditës, diçka me ndërtim kisha kuptuar, edhe pse nuk e dija saktësisht çfarë ishte. Por kur kthehej në shtëpi, gjithmonë sillte diçka për mua, një lodër të vogël, një libër, një ëmbëlsirë. Ato ishin mënyra e tij për të treguar se po mendonte për mua. Një embrëmje më çoi në garazhin e tij. Ishte plot me vegla, me copa druri, me makina të ndryshme që nuk I njihja. Më pëlqen të punoj me duart e mia, tha ai, duke më treguar me gjeste sepse unë ende nuk e kuptoja gjithçka që thoshte. Ndërtoj gjëra, do të mësoj nëse dëshiron. Më dha një copë druri të vogël dhe një letër me shmyrgel. Provoje, tha. Lëvize kështu, para mbrapa. E bëra siç më tha, duke ndjer gurin duke zbutur sipërfaqen e drurit. Ishte qetësuese në një mënyrë, një detyrë thjesht që nuk kërkonte fjalë, vetëm lëvizje. Klaus buzëqeshi. Mirë, shumë mirë. Dhe në atë moment ndjeva diçka, një lidhje të vogël, pothuajse të padukshme. Jo dashuri ende, por diçka, një njohje se ky burr po përpiqej, se ai vërtet dëshironte ta njiste. Por natën, kur isha I vetëm në dhomë, pyetjet ktheheshin. Kush ishte nëna ime e vërtet? Çfarë ndodhi me të? Pse më la? Këto pyetje ishin gjithmonë aty, si një murmur I vazhdueshëm në fund të mendjes. Përpiqja t'i shtyja pas, t'i injoroja, por ato nuk largoheshin. Klaus dhe Margarete kur nuk e përmenden nënën ime biologjike, kur nuk folën për adoptimin si të kishte pasur një jetë para. Ata mendonin se duke mos folur për të, do ta bënte më të lehtë për mua, do të më lejonte televizja përpara, të ndërtoja një jetë të re pa peshën e së shkuarës. Por në fakt, heshtja bëri gjithçka më të vështirë, sepse sa më shumë që nuk flitej, aq më shumë zinte vend në mendjen time. Mbaj mend një mbrëmje kur kisha qenë aty për rreth 2 muaj. Margarete po më lexonte një përrall përpara gjumit, një tregim për një ujk të vogël që kishte humbur dhe po kërkonte familjen e vet. Në fund të tregimit, ujku e gjeti familjen e tij dhe të gjithë jetonin me lumturi. Çdo tregim ka një fund të lumtur, tha Margarete, duke mbyllur librin. Siç ke ti tani, je me ne dhe do të jemi gjithmonë me ty. Por unë nuk mund ta ndaja atë optimizëm, sepse nëse çdo tregim kishte një fund të lumtur, çfarë për fillimin im? Çfarë për atë mëngjes kur nëna ime më la? Margarete, thash ngadalë, duke zgjedhur fjalët me kujdes, sepse ende nuk flisni gjermanisht shumë mirë. Ku është nëna ime? Fytyra e saj u ngurtësoa. Ajo nuk priste këtë pyetje. Për një moment nuk tha asgjë. Pastaj, ajo zuri dorën time. Nëna jote, ajo nuk mund të kujdesej për ty, tha ajo me ngadalë. Por ne mund, ne të duam, ti je djali ynë tani. Por ku është ajo? Përsërita. Nuk e di, Marian, dhe mendojmë se është më mirë të mos mendosh për të fokusohesh në të tashmen, në të ardhmen. Por si mund të mos mendoja për të? Si mund të ndërtoja të ardhmen kur e kaluara ime ishte kaq e paqartë, kaq e paplot? Nuk e përgjigja, vetëm prita kokën dhe u shtrova, duke e shtypur dhimbjen që po më mblidhte në gjoks. Me kalimin e kohës, gjermanishtja filloi të më vinte më lehtë. Në fillim ishin vetëm fjalë të thjeshta, faleminderit, të lutem, po, jo. Pastaj fjali të shkurtra, dhe pastaj ngadalë fillova të mendoj në gjermanisht, pa e përkthyer më në shqip në kokën time. Fillova shkollën. Ishte një shkollë fillore e vogël afër shtëpisë, me klasa të vogla dhe mësues të mirë, por ishte e vështirë. Fëmijët e tjerë më shikonin me kuriozitet, por edhe me distancë. Isha I huaj, ai nga vendi I largët që nuk e njihnin, që nuk flisnin gjuhën siç duhet.
Në fillim, u përpoqja të isha padupshëm, ula në fund të klasës, nuk ngrita dorën, nuk flisnim nëse nuk më pyetnin, por mësuesit ishin të sjellshëm dhe ngadalë filluan të më tërheqnin në aktivitete, të më inkurajonin të bashkohem. Një ditë, mësuesja im, Frau Schmidt, më kërkoi të ndaja një histori me klasën. Çdo student duhet të tregonte diçka për veten, një tregim nga jeta e tyre, një kujtim, diçka që i bënte ata special. Kur erdhi radha ime, u ngrita me zemër që rrahte shpejt. Të gjithë më shikonin. Çfarë mund të thoja? Çfarë kishin për mua? Unë vi nga Shqipëria, thash ngadalë, duke zgjedhur fjalët me kujdes, sepse ende nuk flisni gjermanisht shumë mirë. Si ishte Shqipëria? Pyeti një vajzë në radhën e parë. E mendova, si ta përshkruaja, si ta bëja të kuptonin. Ishte e ndryshme, por atje kisha shokët e mi, Iliri dhe Gresa. Ata ishin si vëllai im dhe motra ime. A i shihni ata ende? Pyeti një djalë tjetër. Shkunda kokën. Jo, por i kujtoj. Frau Schmidt buzëqeshi. Është e rëndësishme të kujtosh njerëzit që dashurove. Ata janë pjesë e asaj që je ti. Ato fjalë mbetën me mua. Ata janë pjesë e asaj që je ti. Por nëse Iliri dhe Gresa ishin pjesë e asaj që isha unë, dhe nëna ime biologjike ishte pjesë e asaj që isha unë, si mund të bëja një jetë të re duke i harruar ata? Si mund të bëhesha Arjan Müller, djali i Klaus dhe Margaretes, pa humbur Arjanin që isha kesur? Vitet kaluan më shpejt se sa prisja. Bir për bir, jeta në Gjermani bëhej e shuam normale. Gjuhën e mësova plotësisht, bëra miq në shkollë, hyra në ekipin e futbollit, mora notat mira. Klaus dhe Margaret ishin prindër të shkëlqyer. Ata më dhuruan gjithçka, jo vetëm gjëra materiale, por edhe kohën e tyre, vëmendjen e tyre, dashurinë e tyre. Ata erdhën në çdo ndeshje futbolli, në çdo event shkollor. Ata më ndihmuan me detyrat, ata më dëgjuan kur kisha probleme, ata më mbështetën në çdo hap. Dhe gradualisht fillova t'i dua. Jo në ata mënyrë dramatike që sheh në filma, ku dikush ka një moment zbulimi dhe befas gjithçka ka kuptim, por në një mënyrë më të qetë, më të thellë, një dashuri që ndërtohet ditë pas dite, përmes gjesteve të vogla të mirësisë, përmes pranisë së tyre të qëndrueshme, përmes faktit se ata kur nuk u dorëzuan për mua. Mbaj mend ditën kur për herë të parë i quajta mama dhe baba. Ishte e rastësishme, po flisni në darkë dhe e thjesht mu duk natyrale. Por sa po i thash, Margarete u ngri dhe më përqafoi, duke qarë. Ke iden se sa kemi pritur për ta dëgjuar këtë? Tha jo, me zë të thyer. Klaus vetëm buzëqeshi, por pash sytë e tij të lagur gjithashtu. Dhe në atë moment, ndjeva diçka që nuk e kisha ndjerë kur përpara. Një ndjenjë se kisha vërtet një vend, se nuk isha më fëmia i braktisur që priste. Isha i tyre, dhe ata ishin të mit. Por edhe në ato momente të lumtura, ekzistonte diçka. Një pyetje që nuk largohej kur plotësisht, sa do të përpiqesha ta shtypja. Kush ishte nëna ime biologjike? Dhe pse më la? Kur kisha 15 vjeç, gjeta një kuti në bodrumin e shtëpisë. Ishte një kuti e vogël kartoni, e vjetër dhe e nxirr, e fshehur pas shumë kutive të tjera me sende që Klaus dhe Margaret rralli për tornin. E hapa nga kureshtëria. Brenda ishin dokumentet e adoptimit, letra zyrtare, formular me vula dhe nënshkrime. Por në fund të kutisë gjeta diçka më shumë, një letër. Ishte e shkruar me dorë, me shkrim të pasigurt, në shqip. Nuk ishte adresuar për dikë, thjesht fillonte kështu. Nuk e di nëse do të lexosh ndonjëherë këtë. Nuk e di nëse do të më kujtosh ose nëse do të më uresh. Por duhet ta lë këtë, sepse një ditë, ndoshta, do të duash ta dish. Emri im është Lule. Jam nëna jote dhe të kam lënë sepse të dua. E di se kjo duket si gënjeshtër. E di se thua, si mund të më duash nëse më le. Por e vërteta është, ndonjëherë dashuri do të thotë të lësh shkuar. Ndonjëherë dashuri do të thotë të pranosh se nuk je mjaft, se dikush tjetër mund t'i jap atë që ti nuk mund. Kur të linda isha vetëm. Babai yt më kishte braktisur para se të lindje. Nuk kisha para, nuk kisha shtëpi, nuk kisha asgjë për të dhënë veç se urinë dhe të ftohtin dhe lutjet që të mbijetoje. Mundova. Zoti e di sa mundova. Por çdo ditë që kalonte, shihja se po vdisje nga gal. Nuk kisha qumshk për ty, nuk kisha rroba të ngrohta, nuk kisha mjeke kur u sëmure. Dhe një ditë,
kuptova se nëse do të mbaja, do të më vrisje, dhe atë nuk do ta falja vetes kurrë. Prandaj të çova në shtëpinë të fëmijëve, prandaj të lash me njerëz që mund të kujdeseshin më mirë se unë. Nëse lexon këtë ndonjëherë, dua të dish se një ditë nuk kalon pa menduar për ty. Një ditë nuk kalon pa u përpyetur nëse je mirë, nëse je i lumtur, nëse po rritesh fort dhe i shëndetshëm. Nëse vjen një ditë të më kërkosh, unë do të jem këtu. Do të shpjegoj gjithçka. Do të kërkoj falje për çdo dhimbje që shkaktova. Por nëse nuk vjen kurrë, e kuptoj edhe atë. E kuptoj nëse nuk mund të më falesh. Shpresoj të jesh i lumtur. Kjo është gjithçka që kam dashur ndonjëherë për ty. Me dashuri të përjetshme. Nënën jote, Lule. Duart më dridheshin ndërsa e mbaja letrën. Lexova përsëri, dhe përsëri, dhe përsëri. Gjithë këto vite, kisha menduar se ajo më kishte braktisur sepse nuk më donte. Kisha menduar se isha një bar, diçka e padëshiruar, diçka që ajo donte ta harronte. Por kjo letër thoshte diçka tjetër. Thoshte se ajo më donte, se ajo vuajti, se më la sepse mendonte se kjo ishte mënyra e vetme për të dhënë një jetë më të mirë. Nuk e dija si të ndiheja. Zënderimi, dhimbja, lehtësimi, konfuzioni, të gjitha në një kohë. Ula në dyshemen e bodrumit dhe qaja. Qaja për të gjitha ato vite që kisha vuajtur pa e ditur. Qaja për atë nëninën time që kishte vuajtur edhe ajo. Qaja për atë fëmijën të vogël që ishte i braktisur, por që nuk ishte qenë i dëshiruar. Dhe në atë moment, mora një vendim. Duhej ta gjeja, duhej të metoja nënën biologjike, duhej të dija të vërtetën të plot. Por si ta gjeja? Si të filloja? Për javë, mbaja letrën të fshehur në sirtarin tim, duke e lexuar çdo natë para se të flija. Çdo herë që e lexoja, zbuloja detaje të reja, nuanca të reja. Mënyra se si shkruante dashuri të përjetshme, dy fjalë që mbajnë kaq shumë peshë. Mënyra se si në shkrimi i saj ishte i turbullt, sikur dora i dridhej kur e shkruante. Mendova t'u thosha Klaus dhe Margaretës, por çdo herë që hapa gojën për ta bërë, diçka më ndaloi. Ata kishin bërë aq shumë për mua, kishin dhënë gjithçka. Si mund t'u thosha që doja të kërkoja dikë tjetër? Si mund t'u shpjegoja që pavarësisht nga gjithë dashuria e tyre, ende kisha një zbrasti që vetëm përgjigjet biologjike mund ta mbushnin. Mendova se do ta merrnin si tradhti, do të merrnin sikur nuk ishte mjaft, sikur nuk i kisha dashur. Por kjo nuk ishte e vërtet. I doja ata, vërtet i doja, por dashuria për ta nuk e fshinte dëshirën time për të njohur origjinën time, për të kuptuar se nga vija, për të parë fytyrën e gruas që më kishte sjellë në këtë botë. Kështu që vendosa të kërkoja vetë, në fshehtësi. Fillova me internetin, kërkova Lule Shqipëri, por ishin mira rezultate. Lule ishte emër i zakonshëm, si mund ta gjeja atë pa mbiemër, pa adresë, pa asgjë më shumë se një emër i parë dhe një letër. Provova të kontaktoja shtëpinë e fëmijëve në Tiranë, gjeta numrin e tyre në internet dhe telefonova një ditë kur Klaus dhe Margarete ishin në punë. Një grua u përgjigj, me zë të lodhur. Përshëndetje, doja të pyesja për dokumentet e vjetra të adoptimit, thash në shqip, duke ndjerë sa të çuditshme ishte të flisja në gjuhën time të parë pas kaq shumë vitesh. Kush je? Pyeti ajo me dyshim. Arjan, isha atje, para shumë vitesh. U birsova nga një familje gjermane. Një heshtje e gjatë. Arjan? Po, kujtoj. Ti ishe njëri prej atyre që u adoptuan jashtë vendit. Çfarë dëshiron? Dua të di për nënën time biologjike. Emri i saj ishte Lule. Ajo më la atje kur isha foshnjë. Një tjetër heshtje. Dëgjoj djali im, ne nuk mund të japim informacione për prindrit biologjik. Është privat, ka ligje. Por unë jam djali i saj, insistova. Kam të drejtë ta di. Ndoshta ke të drejtë ligjore kur të bëhesh 18 vjeç, por tani nuk mund të ndihmoj. Më vjen keq. Dhe me kaq mbyllet linja. E provova sërish disa ditë më vonë, me rezultatin e njëjtë. Provova të shkruaja email, asnjë përgjigje. U frustrova. Çdo rrugë që provoja duke i mbyllur, çdo derë që trokisja nuk hapej. Muajt kaluan. Vazhdova jetën normale në sipërfaqe, shkolla, futbolli, miqt, familja. Por brenda, mendja ime ishte gjithmonë atje, duke menduar për nënën time,
duke planifikuar se si ta gjeja. Kur mbara gjimnazin, Klaus dhe Margarete më pyetën se çfarë doja të studioja në universitet. Ndoshta diçka me histori, ose gjuhësi, nuk jam i sigurt. Çdo të bësh lumtur, tha Margarete, duke mbusqeshur. Por ajo që nuk u thash, ishte se arsyeja përse doja të studioja gjuhësi, ishte sepse doja të përmirësoja shqipen time. Doja të isha në gjendje të komunikoja më mirë nëse ndonjëherë kthehesha në Shqipëri për të kërkuar. Kur u bëra 18 vjeç, fitova të drejtën ligjore të kërkoja dosjet e mia të adoptimit. Aplikova zyrtarisht, duke plotësuar formular të gjatë, duke dhënë provë identiteti, duke shpjeguar pse doja të dija. Procesi mori muaj, por më në fund mora një zarf të madh në post. Brenda ishin dokumentet, letrat e adoptimit, formularet mjekësore, vlerësimet e shtëpisë së fëmijëve dhe në fund një faqe me informacionin e nënës time biologjike. Emri: Lule Kelmendi. Vendlindja: Tiranë, Shqipëri. Mosha në kohën e braktisjes: 19 vjeç. Arsyet: vështirësi ekonomike, mungesë mbështetje familjare. Por nuk kishte adresë aktuale, nuk kishte mënyrë kontakti. Thjesht këto fakte të ftokta, që e bënin atë një person real, por ende të paarritshëm. Kelmendi, tani e dija mbi emrin e saj, ishte një fillim. Vendosa të kërkoja vetë, në fshehtësi. Fillova me internetin, kërkova Lule Shqipëri, por ishin mira rezultate. Lule ishte emër i zakonshëm, si mund të gjeja atë pa mbiemër, pa adres, pa asgjë më shumë se një emër i parë dhe një letër. Provova të kontaktoja shtëpinë e fëmijëve në Tiranë, gjeta numrin e tyre në internet dhe telefonova një ditë kur Klaus dhe Margarete ishin në punë. Një grua u përgjigj, me zë të lodhur. Margarete dhe Klaus shkëmbyen një vështrim. E dinin, natyrisht që e dinin. Ata kishin pritur këtë moment për vite. Arjan, tha Margarete ngadalë, nëse dëshiron të kërkosh për nënën tënde biologjike, ne e kuptojmë. Mbeta i habitur. Si e dini? Sepse të njohim, tha Klaus, të kemi parë duke u munduar me këtë për vite, kemi parë pyetjet në sytë e tu, kemi dëgjuar kur flet në gjumë, duke thjerrur emra që nuk i njohim. Sytë më umbushën me lot. Nuk dua që të mendoni se nuk ju dua. Ju jeni familja ime, ju jeni prindrit e mi, por ke nevojë për përgjigje, mbaroi Margarete. E kuptoj, Marian, e kuptojmë, dhe nuk do të ndalojmë. Nëse kjo është ajo që ke nevojë, atëherë duhet ta bësh. Klaus u ngrit dhe erdhi pranë meje. Më vuri dorën në supë. Ti je djali ynë, tha ai. Asgjë nuk do ta ndryshoj këtë. Jo një grua që të ka sjellë në botë, jo e kaluara. Asgjë. Do të jesh gjithmonë djali ynë. Qava atë natë më shumë se sa kisha qarë ndonjëherë, por nuk ishin lot dhimbjeje, ishin lot falenderimi, të lehtësimit, të dashurisë. Ata më dhan bekimin e tyre. Madje, Klaus u ofrua të më shoqëronte, por e refuzova butësisht. Kjo ishte diçka që duhet ta bëja vetë. 3 muaj më vonë, u ngjita në një avion drejt Tiranës. Ishte avioni i parë që merja që kur erdha në Gjermani si fëmijë. Ishte sikur jetha po vinte plot rreth. Po ktheheshim në fillim, por si personi ndryshëm. Kur avioni u ul në aeroportin e Tiranës, zemra më rrahte aq fort sa mendova se të gjithë rreth meje mund ta dëgjonin. Dolën nga avioni dhe hyra në terminal. Gjithçka ishte njëkohësisht e njohur dhe e huaj. Njerëzit flisnin shqip, gjuha ime e parë, që tani ishte gjuha ime e dytë. Aromët, tingujt, mënyra se si njerëzit lëviznin, gjithçka kishte një cilësi që e njihja thellë në një nivel të pandërgjeshëm, por që nuk e njihja me mendje. Mora një taksi drejt qendrës së qytetit. Shoferja, një burr i moshuar me mustaqe të trasha, më bëri pyetje në shqip. Nga vini bir? Nga Gjermania, u përgjigja, duke u munduar të flas qartë. Por kam lindur këtu. Kthehesh në shtëpi pra, tha ai me një buzëqeshje të gjerë. Mirë se erdhe. Tirana ka ndryshuar shumë, shumë. Do ta shohësh. Dhe kishte të drejtë. Ndërsa kalonin përmes rrugëve,
pash një qytet që ishte krejtësisht i ndryshëm nga ai që kisha imagjinuar. Ndërtesa të reja, kafe moderne, njerëz të rinj me telefona të mençur, makina të shpejta. Ishte një vend që po lëvizte përpara, duke u përpjekur të gjejë identitetin e tij midis së shkuarës dhe të ardhmes. Vendosa në një hotel të vogël në qendër. Dhoma ishte e thjeshtë, por e pastër. Nga dritarja, mund të shikoja kryqëzimin e një rruge të xënë, me njerëz që kalonin, me trafik që bërtiste, me jetën që rrjedh. Pash orën, ishte vonë, shumë vonë për të filluar kërkimin tim. Nesër do të filloja. Por ajo natë nuk mund të flija. Shtriesha në shtratin e hotelit, duke dëgjuar tingujt e qytetit jashtë, dhe pyeta veten, çfarë do të gjeja? A do të ishte ajo siç e imagjinoja? A do të më pranonte? A do të më donte? Dhe pyetja më e frikshme të të gjithash, çfarë nëse nuk doja atë që gjeta? Mëngjesi erdhi me diellin që hynte përmes perdeles së thellë. Ngritëm herët, bëra dush me ujë që kalonte nga insekti në të ftohtë pa paralajmërim dhe vishesha me kujdes. Xhinse, një këmishë të thjeshtë, këpucë sportive. Doja të dukesha normal, jo si turist, jo si dikush që vinte nga jashtë. Hëngra mëngjes në një lokal pranë hotelit, byrek me gjiz dhe një kafe të fortë që më zgjohi plotësisht. Njerëzit rreth meje flisnin me zë të lartë, me qeshur, duke diskutuar, duke jetuar jetën e tyre normale, ndërsa jeta ime erdhi gati të ndryshonte. Plani im ishte i thjeshtë, të shkoja në shtëpinë e fëmijëve ku isha qenë. Ndoshta dikush atje do të më mbante mend, do të kishte informacion, do të më ndihmonte. Mora një taksi drejt adresës që kisha vënë në dokumentat e adoptimit. Gjatë rrugës, shoferja, një grua e re këtë radhë, me një fëmijë në sedilën e pasme që luante me një lodër, më bëri pyetje. Çfarë kërkon atje? Nuk është lagje turiste. Po kërkoj për dikë që njohëm shumë kohë më parë. Ajo tundi kokën, pa bërë më shumë pyetje. Kur arritëm, zemra më ra. Ndërtesa ishte ende atje, e njëjta ndërtesë e vjetër, me mure të çara dhe ngjyrë të belët, por tani kishte një tabelë të re, qendra sociale për fëmijë në nevojë. Zbrita nga taksia dhe qëndrova përpara derës së madhe të hyrjes. Sa herë kisha kaluar përmes kësaj dere si fëmijë, sa herë kisha shikuar drejt saj, duke shpresuar se dikush do të vinte për mua. Dhe tani kisha kthyer, por jo si fëmijë që priste, si rritur që kërkonte. Hyra. Brenda gjithçka duke gjysmënjomur. Struktura ishte e njëjtë, por gjërat kishin ndryshuar. Muret ishin rilyera, kishte postera me ngjyra të ndritshme, kishte lodra të reja në cep. Një grua e re u afrua. Mund t'ju ndihmoj? Po, thash. Emri im është Arjan Müller. Isha këtu si fëmijë, para shumë viteve. U adoptova nga një familje gjermane. Fytyra e saj u zbut. Oh, mirë se erdhe. Duhet ishte shumë para. Ne kemi ndryshuar stafin shumë herë. E di, por mendova ndoshta dikush ende është këtu që mund të kujtoj, ose që mund të ketë qasje në dosjet e vjetra. Ajo mendoi. Zonja Lule është ende këtu. Ajo ka punuar këtu për 30 vjet. Ndoshta ajo kujtohet. Zemra më kërceu. Zonja Lule. Po, e mbaja mend. Kujdestarja e mirë që më kishte treguar për nënën time atë ditë në kuzhinë. A mund ta shoh? Sigurisht. Eja me mua. Më çoi përmes korridoreve që mbaja vagulisht mend, lart shkallëve që kërcëllitnin ende, derisa arritëm në një zyrë të vogël në fund të korridorit. Zonja Lule ishte ulur pas një shkrevani, duke shikuar dokumente. Kishte plakur, flokët e saj tani ishin plotësisht gri, fytyra e saj kishte rrudha më të thella, por sytë e saj, ato sy të butë të lodhur, ishin të njëjta. Zonja Lule, tha gruaja e re. Ky është Arjan Müller. Ai thot se ishte këtu si fëmijë. Zonja Lule ngriti sytë dhe më shikoi. Për një moment nuk tha asgjë. Pastaj sytë e saj u hapën. Arjan, tha ajo duke u ngritur ngadalë. Jo, nuk mund të jetë. Arjan i vogël. U afrova. Po, un jam. Ajo doli nga pas shkrevani dhe më kapi duart në duart e saj, duke më shikuar nga koka deri te këmbët. Zoti im, përshpëriti ajo. Ke u rritur aq shumë, ke u bërë burr. Kur të pash herën e fundit, ishe kaq i vogël. Buzëqesha. Më kujtohen, ju ishit e mira me mua, ju më treguat për nënën time. Fytyra e saj u errësua pak. Po,
E kujtoj atë bisedë. Ke u kthyer për të? Pata kokën. Po, kam nevojë për ndihmën tuaj. Duhet ta gjej. Kam gjetur një letër që ajo la, dhe tani kam nevojë ta takoj, ta dëgjoj anën e saj të historisë. Zonja Lule më shikoi për një kohë të gjatë. Pastaj ajo u lodh përmes dhe më bëri shenjë të ulesha edhe unë. Arjan, ka gjëra që nuk ti kam thënë atëherë sepse ishe shumë i vogël, por tani je rritur dhe nëse ke u kthyer për ta gjetur, mendoj se meriton të dish gjithçka. Zemra ime filloi të rrah më shpejt. Nëna jote, Lule Kelmendi, ishte vetëm një vajzë kur linde, nuk kishte as 20 vjeç. Erdhi nga një fshat i vogël në veri. Familja e saj e kishte nxjerrë jashtë kur mbeti shtatzën pa u martuar. Në atë kohë, dhe fatkeqësisht e sot në disa vende, kjo ishte turp i madh. Dëgjova, duke ndjerë çdo fjalë si një goditje. Erdhi në Tiranë pa asnjë. Jetoi në rrugë për një kohë, duke lypur, duke bërë çfarëdo lloj pune që gjente. Kur ti linde, ajo përpoqi të mbante. Për disa muaj jetuan bashkë në një dhomë të vogël që ndante me gra në kushte të këqija, por nuk ishte mjaftueshëm. Ti po u ligjsohesh, nuk ishte mjaft ushqim, mjaft ngrohtësi, mjaft kujdes mjekësor. Zonja Lule bëri një pushim, duke më shikuar për të parë nëse po e mbart atë. Vazhdoni, thash, edhe pse fyti më shtrëngonte. Ajo erdhi këtu një mëngjes dimri, mbaj mend mirë atë ditë, binte bor. Ajo e mbante shtrënt në krahenat, mbështillur në një batanie të vjetër. Nuk qante me zë, por sytë e saj, ato sy të butë të lodhur, ishin të njajta. Ju lutem, kujdesuni për të, më tha. Ju lutem, jepini atë që unë nuk mund. Dhe pastaj iku, pa u kthyer mbrapa, sepse e dinte që nëse kthehej, nuk do të kishte forcë për ta lënë. Mbulova fytyrën me duar, duke përpjekur të mos qante, por ishte e vështirë. Çdo imazh që isha krijuar në kokën time, ato fiksione të një nëne që nuk më donte, që më braktisi pa mendim të dytë, po prisheshin. A e keni parë pas atë ditë? Pyeta, me zë të thyer. Po, tha zonja Lule but. Erdhi disa herë në vitet që pasuan, nuk hyrim brenda, vetëm rinte jashtë, duke shikuar nga dritarja. Unë e pash një herë dhe ula për të folur me të. I thash se ti po rritej e mirë, se ishe fëmijë i shëndetshëm, i lumtur. Ajo vetëm qau dhe më falenderua. Pastaj nuk e pash më. Dëgjova më vonë se kishte gjetur punë në një fabrikë tekstilesh, diku në periferi. A dini ku është tani? Pyeta me nzi. Jo, por mund të provoj të gjej. Kam disa kontakte, njerëz që mund të dinë diçka. Ju lutem, do t'ju jem mirënjohës për gjithmonë. Ajo pati kokën. Jep më disa ditë. Do të bëj pyetje. Ku po qëndron? I dhash numrin e hotelit tim dhe numrin e telefonit. Do të telefonoj sa po të di diçka, premtoi ajo. Ditët që pasuan ishin tortur. Çdo ditë prisja telefonin të binte, çdo ditë shëtita nëpër Tiranë, duke provuar të zëvendësoja nervozizmin me aktivitet. Vizitova vende, sheshin kryesor, liçenin artificial, malin e Dajtit. Provova ushqime tradicionale, tavkosi, qofte, baklava, folur me njerëz, taksist, kamarier, të rinj që ulnin në kafe duke pirë kafe dhe duke folur për jetën. Të gjithë kishin histori, të gjithë kishin të kaluara komplekse, familjare që kishin vuajtur, që kishin luftuar, që kishin mbijetuar, dhe duke i dëgjuar, fillova të kuptoja diçka. Historia ime nuk ishte unike. Ishte një prej mira historive si ajo në këtë vend, në këtë botë. Por kjo nuk e bënte më pak të rëndësishme, nuk e bënte më pak reale. Natën e tretë, telefoni më ra. Ishte zonja Lule. Arjan, e gjeta, tha ajo, kam adresën e saj. Zemra më kërceu. Ku është? Jeton në një lagje jashtë Tiranës. E shkrova adresën, por Arjan, duhet të dish diçka përpara se të shkosh. Çfarë? Jeta e saj nuk ka qenë e lehtë, asnjëherë nuk u martua, nuk ka fëmijë të tjerë, ka punuar punë të rënda gjithë jetën, shëndeti i saj nuk është i mirë, mos prit shumë. E kuptoj, thash, edhe pse nuk isha i sigurt nëse vërtet e kuptoja. Dëshiron që unë të vi me ty? U ofroi ajo. E mendova, pjesë e meje donte shoqëri, mbështetje, por pjesa tjetër e dinte se kjo ishte diçka që duhej ta bëja vetë. Jo, thash, faleminderit, por duhet të shkoj vetëm. E kuptoj, shko nesër mëngjes, do të jetë në shtëpi, nuk punon më për shkak të shëndetit.
Ato natë nuk flava fare, shtrihesha në shtratin e hotelit duke shikuar tavanin, duke imagjinuar çdo skenar të mundshëm. Çfarë nëse ajo nuk donte të më shihte? Çfarë nëse kishte harruar? Çfarë nëse kishim një takim i keq, plot akuza dhe dhimbje? Çfarë nëse ajo nuk ishte siç e kisha imagjinuar? Por pavarësisht nga frika, dija se duhej ta bëja, duhej të merrja përgjigjet, çfarëdo që do të ishin. Në mëngjes, unë ngrita shumë herët, bëra dush, vishesha, kontrollova adresën në telefonin tim disa herë, pastaj prita pak sepse nuk doja të shkoja shumë herët dhe ta zgjoja. Në ora 9 dola nga hoteli dhe mora një takse. Ku shkojmë? Pyeti shoferi. I dhash adresën. Atje, lagja e vjetër, rrugë të këqija, por do të çoj. Gjatë rrugës, zemra më rahte aq fort sa mendova se do të shpërthente. Duart më dridhen, goja më ishte tharë. Pash lagjen ku po hynim, shtëpi të vogla, të vjetra, me ngjyra të zbehta. Rrugët ishin të ngushta, me gropa. Fëmijë luanin në rrugë, gra të moshuara qëndronin në plagje duke folur mes tyre. Taksi u ndal përpara një shtëpie të vogël me mure gri dhe një portë metalike të vjetër. Ktu është, tha shoferi. Pagova dhe zbrita. Qëndrova para portës, duke shikuar shtëpin. Ky ishte momenti. Shtridha duart së bashku për t'i ndaluar duke dridhur. Mora një frym të thellë dhe pastaj trokita në portë. Për një moment, asgjë. Pastaj dëgjova hapa nga brenda, hapa të ngratë, të rënda. Porta u hap dhe atje ishte ajo. Nëna ime. Për herë të parë në jetën time, ose për të paktën herën që e kujtoja, po shikoja fytyrën e nënës sime biologjike. Ishte më e vogël se sa e kisha imagjinuar, e hollë, me sy të mëdhenj kaf, që dukeshin shumë të mëdha për fytyrën e saj të dobët. Flokët i kishin gri, të lidhura pas në një bisht të thjesht, vishte një fustan të vjetër të shtëpie dhe një xhaket leshi të vjetër me arna. Ajo më shikoi me konfuzion. Po, hapa gojen, por nuk dola asgjë zë. Çfarë të thoja? Si të fillonte? Jam Arian, thash më në fund me zë të dridhur. Fytyra e saj nuk ndryshoi menjëherë. Ajo më shikoi, duke përpunuar emrin, duke kërkuar të kuptonte. Dhe pastaj, befas e pash. Momentin kur kuptoi. Sytë e saj u hapën gjërë. Dora e saj shkoi në gojë. Trupi i saj filloi të dridhet. Jo, përshpëriti ajo. Nuk mund të jetë. Ti, jam unë, thash, duke ndjerë lotët që filluan të më bien nga sytë. Jam djali yt. Kam u kthyer. Për një moment që dugej të zjarte përgjithmonë, ajo vetëm më shikoi. Dhe pastaj, pa një fjalë, ajo hapi krahët. Hyra në përqafimin e saj. Në atë përqafim që kisha pritur gjithë jetën time pa e ditur. Ajo më mbante shtrënguar, sikur kisha frikë se do të zhdukesha nëse më lëshonte. Trupi i saj dridhej me të qara që vinin thellë nga brenda. Djali im. Përsëriti ajo përsëri e përsëri. Djali im. Djali im. Qavëm të dy. Atje në prag të shtëpisë së saj pa i kujtuar nëse dikush po na shikonte. Pa i kujtuar për kohën që kaloi, pa i kujtuar për asgjë përveç atij momenti. Më në fund, ajo u tërhoq pak dhe më shikoi sërish, duke prekur fytyrën time me duart e saj, sikur të sigurohej që isha real. Si më gjete? Pyeti ajo, me zë të thyer. Ishte e vështirë, thash, por u duhej. Duhej të gjeja. Ajo fshiu lotët me mëngë. Eja brenda. Ju lutem, eja brenda. Hyra në shtëpinë e saj. Ishte e vogël. Një dhomë e vogël ndenje me një divan të vjetër, një TV të vogël, një tavolinë me disa libra. Çdo gjë ishte e vjetër. E përdorur, por e pastër dhe e rregulluar me kujdes. Ulu, tha ajo duke treguar divanin. Do të bëj çaj. Ose çfarë dëshiron? Le të shikoj çfarë kam. Jo, thash shpejt. Nuk kam nevojë për asgjë. Vetëm dua të flas me ty. Ajo ul përballë meje në një karrige të vogël të druri. Duart i kishte në preh,
duke I shtrënguar vazhdimisht, sikur të mos dinte çfarë të bënte me to. Nuk I besoj që je këtu, tha ajo, duke vazhduar të më shikoj me ato sy plot lot. Kam ndëruar për këtë moment kaq shumë herë, por nuk mendova se do të ndodhte vërtet. Përse nuk më kërkove? Pyeta unë, duke u munduar të mos tingëlloj akuzues, por vetëm kurioz. Ajo ul kokën, sepse nuk mendova se kisha të drejtë. Ti ishe birsuar, kishe një familje të re, një jetë të re. Çfarë drejte kisha unë të hyja dhe të prisha gjithçka? Çfarë drejte kisha unë të kërkoja falje kur ajo që bëra ishte e pafalshme? Nuk ishte e pafalshme. Thash me ngut. Lexova letrin që le. E kuptoj pse ma bëre. E kuptoj se ishte dashuri, jo mungesë dashurie. Ajo ngriti kokën dhe më shikoi me shpresë. E lexove letrën? Atëherë di se ishe e re, se ishe vetëm, se u përpoqe për nuk ishte mjaft. Di se ma bëre sepse mendoje se do të kisha një jetë më të mirë. Dhe pashe? Pyeti ajo me ngadalë. Pashe një jetë të mirë? Punda kokën. Po. Familja që më birsoi, ata janë njerëz të mrekullueshëm. Më dhanë gjithçka. Shkollë të mirë, shtëpi të bukur, dashuri. Jam I lumtur. Fytyra e saj u zbut. Dhe pash lehtësimin që po e pushtonte. Faleminderit Zotit. Faleminderit Zotit. Kjo është e gjitha që kërkova. Të gjithë këta vite e vetmja lutje ime ishte që ti të ishe mirë, të ishe I shëndetshëm, të ishe I lumtur. Por unë ende doja të njihja. Pavarësisht nga gjithçka që kisha, ende kishte një zbratësi. Ende kishte pyetje. Çfarë pyetjesh? Pyetja jo but. Kush je ti? Si ishte jeta jote? Çfarë ndodhi me ty pas? A më mendon ndonjëherë? Ajo buzëqeshi me lot në sy. Çdo ditë. Një ditë ka kaluar pa u menduar për ty. Një ditë. Folëm për orë. Ajo më tregoi historinë e saj. Historinë e plot. Pa një gjë të fshehur. Më tregoi për fshatin ku lindi, për familjen e saj të varfër por të dashur, për babain e saj që ishte njëherë I rept dhe I but, që punonte në fusha, dhe që vdiq pera se ajo të mbetej shtatzën, për nënën e saj që u sëmur, dhe që nuk jetoi mjaft për të parë se çfarë ndodhi me vajzën e saj. Më tregoi për djalin që e la shtatzën, një djal I fshatit fqinj, që premtoi dashuri për që e kiu sa po mësoi për shtatzanin, për turpin që u fsheh në familje, për thirrjet që I bëheshin, për mënyrën se si u bë ajo vajza. Më tregoi për ditën që I duhej të largohej, natën kur vëllai I saj I tha që nuk mund të qëndronte më, se I pushtonte familjen, se duhej të ikte dhe nuk duhej të kthehej kurrë. Mora çantën e vogël me disa rroba dhe u nisa. Nuk isha para, nuk isha askënd, vetëm ty, në bark. Më tregoi për muaj që jetoi në rrugë të Tiranës, duke fjetur nën ura duke lypur për bukë, për ditën që linde ti, në një spital publik ku e trajtuan si mbeturin, ku askush nuk u interesua për një vajzë të re pa familje. Kur të pash për herë të parë, dhe zëri I saj u thye, mendova se ishe gjëja më e bukur që kisha parë në këtë jetë. Kaq I vogël, kaq I pafajshëm. Dhe mendova, si mund të jetë diçka aq e bukur të dal nga jeta ime e shëmtuar. Më tregoi për muajt kur përpiqe të më mbante, duke punuar çdo punë që gjente, duke pastruar, duke lar rroba, duke shitur çfarëdo që mund të shishte, por çfarëdo që bënte, nuk ishte kurrë mjaft. Shihja se po humbje pesh, tha ajo, duke fshirë lotët që vinin vazhdimisht. Shihja se po bëheshe më I dobët, ditën kur u sëmure me ethe dhe nuk isha para për mjek, ajo ditë e kuptova se nëse vazhdoja kështu, do të vrisja dhe nuk mund ta lejoja. Më tregoi për momentin kur më çoi në shtëpinë e fëmijëve, se si ecste përmes rrugëve në mes të dimrit, duke më mbajtur shtrënguar, duke kënduar të këndoja të qeta për të më mbajtur të ngrohtë. Kur arrita atje, tha ajo, qëndrova jashtë për orë,
nuk mund të hyja, çdo herë që përpiqesha, këmbët nuk më lëviznin, sepse e dija sa po të hyja dhe të lija, gjithçka do të mbaronte. Nuk do të ishe më djali im, do të ishe djali i dikujt tjetër. Por e bëre, thash but, gjetëm forcë. Sepse të dua, tha ajo thjesht, dashuria e vërtet ndonjëherë do të thotë të lësh shkuar, edhe nëse të shkatron. Pasi më tregoi gjithçka, ishte radha ime të flisja. I tregova për jetën time, për shtëpinë e fëmijëve, për Ilirin dhe Gresën, për adoptimin, për Klaus dhe Margarete. I tregova për jetën time në Gjermani, për shkollën, për miqt, për gjithçka që kisha përjetuar. I tregova se si gjithmonë kisha ndjer një zbrasti, një pyetje, një kërkesë për diçka që nuk e njihja. Ata janë prindrit e mi, thash, Klaus dhe Margarete. Ata më rritën, më dhanë gjithçka, i dua ata me gjithë zemër, por ti e nëna ime, gjaku im, origjina ime, dhe kisha nevojë ta dija. Ajo polti kokën, duke kuptuar, dhe tani që më gjete, çfarë do? Ishte pyetja që kisha shmangur, nga që kisha frikë ta përballoja. Çfarë doja? Dua të njoh, thash më në fund. Dua të jem pjesë e jetës tënde, nëse ti do. Nuk po them se do të jetojmë së bashku, ose se do të zvendësoj prindrit e mi, por dua të kem një marrëdhënie me ty. Dua të dijem për ty, dhe dua ti të dish për mua. Ajo buzëqeshi, buzëqeshja e parë e vërtet që pash, që i ndriçoi të gjithë fytyrën, pavarësisht nga rrudhat, pavarësisht nga vitet e vështira. Nuk e meritoj këtë, tha ajo, nuk e meritoj dashurinë tënde, besimin tënd, por nëse ti e gati ta japësh, unë do ta ruaj si gjëja më e çmuar në botë. Unë ngrita dhe shkova pranë saj, më gjunjëzua para karriges së saj dhe zura duart e saj në duart e mia. Të falur për gjithçka që ke vuajtur, për sakrificat që bëre, për dashurinë që më dhe, edhe kur do të thoshte të më lije. Ajo qau përsëri, por këtë herë ishin lot lirimi, lot gëzimi. Dhe unë të kërkoj falje, tha ajo, për dhimbjen që shkaktova, për vitet që humbet, për faktin se nuk isha atje për ty. Nuk ka nevojë për falje, thash, bëre atë që mendoje se ishte më e mira për mua, dhe ke pasur të drejtë, pata një jetë të mirë, por tani, le të ndërtojmë diçka të re, diçka që përfshin të dy. Ajo më përqafoi përsëri, dhe në ato përqafim ndjeva diçka që kurrë nuk e kisha ndjerë përpara, një ndjenjë plotësie, sikur një copë që mungonte gjithmonë, tani ishte në vendin e saj. Qëndrova në Shqipëri për 2 javë të tjera. Çdo ditë vizitoja nënën time. Ndonjëherë qëndronim thjesht, duke folur për gjëra të vogla, për kohën, për shfinjët, për këndoj që ajo shihte në TV. Herë të tjera, folëm për gjëra më të thella, për ëndrat që kishte pasur, për pendimet, për shpresat. E çova të takonte zonjën Lule në shtëpinë e fëmijëve. Ishte takimi i tyre prej vitesh. 2 gratë u përqafuan dhe qanë. Zonja Lule i tha nënës sime për mua, për djalin e vogël që isha, për adoptimin, për faktin se kisha kthyer për ta gjetur. Bëre gjën e duhur, i tha zonja Lule nënës sime. E di se ishte e vështirë, por e bëre gjën e duhur, dhe shih tani, ai u kthye sepse të do. Nëna ime vetëm qau dhe polti kokën. Gjatë qëndrimit tim, mësova shumë për nënën time. Mësova se ajo donte të lexonte, por nuk ishte pasur shans të shkonte në shkollë më shumë se pak vite. Mësova se ajo kishte një zë të bukur dhe si fëmijë këndonte në koron të fshatit. Mësova se ajo ishte e butë, por edhe fort, e dobët fizikisht, por e pathyeshme në frym. Dhe mësova se ajo ishte e vetme, aq e vetme, nuk ishte miq të afërt, nuk ishte familje. Jeta e saj ishte punë dhe shtëpi dhe punë. Pse nuk u martove kurrë? Pse nuk bëre familje? Ajo ul kokën. Sepse nuk mund. Çdo herë që një burr më afrohej, mendoja për ty. Mendoja se si mund të filloja një familje të re kur kisha braktisur fëmijën tim të parë. Çfarë lloj nëne do të më bënte? Ndjeva se nuk e meritoja lumturinë, familjen, dashurinë. Por e meritoje, thash, duke ndjerë dhimbje për të. E meritove gjithmonë. Ndoshta, tha ajo,
por dënimi që i dhash vetes ishte pjesë e mënyrës sime për të jetuar me atë që bëra. Ishte mënyra ime për të treguar se po vuaja gjithashtu, se nuk e kisha harruar kurrë. Kur erdhi koha për t'u kthyer në Gjermani, të dy dinim se do të ishte e vështirë. Në natën e fundit, ajo përgatiti darkë për mua në shtëpinë e saj. Asgjë të veçantë, speca të mbushur, sallatë, buke freskët që kishte bërë vetë, por ishte më e shishmja që kisha ngrënë ndonjëherë, sepse ishte bërë me dashuri. Pas darkës, u ulëm në divanin e vjetër dhe ajo më tregoi fotografi të vjetra, të zbehtë, që kishte ruajtur të gjitha këto vite. Një fotografi të saj si vajzë e re, para se gjithçka të ndodhte. Një fotografi të saj me prindrit e saj përpara se ata të vdisnin. Një fotografi të fshatit ku riste, me male në sfond dhe shtëpi të vogla guri. Doja që ti të dish nga vjen, tha ajo. Këto janë rrënjët e tua, kjo është historia jote, edhe nëse u rrite larg. I shikova fotografitë me kujdes, duke prekur sipërfaqen e tyre të vjetër, duke imagjinuar jetën që ato përfaqësonin. Faleminderit, thash, do t'i ruaj këto gjithmonë. Në mëngjesin kur po largoheshe, ajo erdhi me mua në aeroport. U ulëm në kafene duke pritur kohën e fluturimit pa folur shumë. Ndonjëherë heshtja thot më shumë se fjalët. Kur erdhi koha, u ngritëm. Ajo më përqafoi për një kohë të gjatë. Premtoj që do të kthehesh, tha ajo. Premtoj që nuk do të zhdukem përsëri nga jeta jote. Premtoj, thash, do të kthehem dhe do të telefonoj, do të shkruaj, do të jem në kontakt. Nuk jem më vetëm, kur më. Ajo më puthi në ballë, ashtu siç nënat bëjnë me fëmijët e tyre, dhe në atë moment e ndjeva lidhjen që gjaku krijon, lidhjen që koha nuk mund ta thyej. Shko, tha ajo, duke më shtyr lehtë. Shko te familja jote, te prindrit e tu, dhe jepi përshëndetje nga ana ime. Falenderoj për mua, falenderoj që bën atë që unë nuk mundëm. Kur mbërrita në Gjermani, Klaus dhe Margarete më pritën në aeroport. Sapo më pan, Margarete vrapoi dhe më përqafoi. Ke u kthyer, tha ajo duke qarë. Kemi qenë aq të shqetësuar. Jam mirë, e sigurova. Jam më mirë se kurrë. Në rrugën për në shtëpi u tregova gjithçka. Për nënën time, për takimin ton, për historinë e saj, për ditët që kaluam së bashku. Klaus dhe Margarete dëgjuan në heshtje. Kur mbarova, Margarete zuri dorën time. Jemi të lumtur për ty, jemi të lumtur që gjete atë që kërkoje. Por ka diçka që duhet të dini, thash. Ajo më kërkoi t'ju falenderoj, për mua, për jetën që më dhat. Tha se ju bën atë që unë nuk mundëm. Margarete qau dhe madje Klaus që rrallë tregonte emocione, fshiu syt. Ne jemi ata që duhet falenderojmë, tha Klaus. Ajo na dha gjën më të çmuar, ty. Atë natë, në dhomën time të vjetër që nuk kishte ndryshuar, shtrishe në shtratin tim dhe reflektoma mbi gjithçka. Kisha dy familje tani, familjen që më rriti dhe familjen që më londi, dhe në vend që të ndihesha i ndar midis tyre, ndihesha i plot. Sepse secila pjesë e historisë sime kishte vlerën e vet, secila pjesë më kishte bërë atë që isha. Muajt që pasuan ishin të mbushur me një lloj paqeje që nuk e kisha ndjerë ndonjëherë. E dija tani se kush isha, jo vetëm Arjan Müller, i xali Klaus dhe Margaretës, por edhe Arjan Kelmendi, i xali i Lules. Të dyja identitetet jetonin në mua, jo si konflikt, por si plotësim. Fillova të telefonoja nënën time çdo vek. Bisedat ishin të shkurtra në fillim. Ajo nuk ishte mësuar të fliste shumë në telefon dhe gjuha jon ende kishte barriera pas kaq vitesh. Por gradualisht, bisedat u bën më të gjata, më të lehta, më të thella. Më tregonte për jetën e saj të përditshme, fshinjët që e vizitonin, tregjet ku blente perime, programet në TV që i pëlqenin. Gjëra të vogla, të thjeshta, që për mua ishin më të çmuarat në botë, sepse më lejonin të isha pjesë e jetës së saj. Dhe unë i tregoja për jetën time, për studimet që kisha filluar në universitet, për miqt, për projektet. I tregoja Klaus dhe Margarete për darkëta familjare, për udhëtimet që bënim. Një ditë, gjatë një bisede, ajo më tha diçka që më bëri të ndaloja. Arjan, ka diçka që dua të bëj përpara se të vdes. Mos fol kështu, nuk do të vdesësh së shpejti. Çdo herë vdesim një ditë, tha ajo me qetësi, por para se të ndodh këto, dua të më takoj prindrit e tu, Klaus dhe Margarete. Dua t'ju them faleminderit me fjalët e mia. Ideja më mori frymën, lidhja që gjaku krijon, lidhja që koha nuk mund ta thyej. A je e sigurt? Pyeta.
Po, jam e sigurt. Ata meritojnë ta dinë se sa mirënjohëse jam dhe unë meritoj ta shpreh. Organizova takimin për verën e ardhshme. Klaus dhe Margarete ishin nervoz, por edhe të emocionuar. Ata e kuptonin se sa e rëndësishme ishte kjo. Çfarë i themi? Më pyeti Margarete ditën para se nëna ime të mbërrinte. Si e trajtojmë? Thjesht jeni veten, thash. Ajo nuk pret asgjë të veçantë, vetëm dëshiron t'ju takoj, t'ju falenderoj. Kur nëna ime mbërriti, fluturimi i parë i saj ndonjëherë, diçka që e bëri shumë të nervozuar, ishim të tre në aeroport për ta pritur. E pash duke dal nga porta e mbërritjeve, duke shikuar rreth me syt hapura, duke kërkuar. Kur më pa, fytyra e saj u ndriçua. Arian, vrapova dhe e përqafova. Mirë se erdhët në Gjermani. Pastaj e çova te Klaus dhe Margarete, që qëndronin pak prapa, duke pritur. Mama, thash në shqip, dhe pastaj në gjermanisht. Këta janë Klaus dhe Margarete, prindrit e mi. Për një moment, askush nuk lëvizi. Tre njerëz që kishin ndryshuar jetën time, që ishin lidhur përmes meje, tani qëndronin përballë njëri tjetrit. Dhe pastaj, nëna ime bëri diçka që askush nuk e priste. Ajo u gjunjëzua. Jo, tha Margarete shpejt, duke shkuar te ajo. Ju lutem, mos u gjunjëzoni. Por nëna ime insistoi. Me lot në sy, ajo zuri duart e Margaretes. Faleminderit, tha ajo në një përzierje të shqipes dhe gjermanishtes të thyer. Faleminderit që e bët atë që unë nuk mundëm. Faleminderit që i dhat atë që unë nuk kisha. Faleminderit që e keni bërë të lumtur. Margarete qaru dhe u gjunjëzua me të. Jo, faleminderit juve. Faleminderit që na dhat djalin më të mrekullueshëm në botë. Dhe atje, në mes të terminalit të aeroportit, me njerëz që kalonin rreth, dy nënat e mia përqafuan njëra tjetrën dhe qanë. Klaus qëndroi pranë meje, duke vëzhguar. Më vuri dorën në supë. Kjo është dashuri e vërtet, tha ai me ngadalë. Dashuri që nuk njeh xhelozi, vetëm mirënjohje dhe respekt. Nëna ime qëndroi me ne për një javë. Ishte një javë e çuditshme, por e bukur. Ajo dhe Margarete kaluam kohë së bashku në kuzhinë, duke përgatitur ushqim. Margarete mësonte receta gjermane, nëna ime mësonte receta shqiptare. Ato nuk flisnin të njëjtën gjuhë, por gjetën mënyra për të komunikuar, me gjeste, me buzëqeshje, me lot. Klaus i tregoi nënës sime shtëpinë, goshtin, qytetin. Ai ishte i sjellshëm, i durueshëm, i kujdesshëm, dhe ajo ishte mirënjohëse, e përulur, e lumtur thjesht të ishte atje. Një mbrëmje, të katërtit ulëm në oborin e shtëpisë, duke shikuar perëndimin e diellit. Nëna ime dhe Margarete ishin ulur së bashku në një shtollë, duke folur, me ngadalë, duke përdorur mua si përkthyes kur ishte nevojshme. Kur ishte fëmijë, çfarë i pëlqente të bënte? Margarete buzëqeshi. Ai donte të ndërtonte gjëra, gjithmonë me kulla nga bloqet, brigja nga shkopthit. Klaus i tregoi si të punonte me dru, dhe ai e donte. Madje edhe si foshnje, tha nëna ime me ngadalë, duke kujtuar, ai pëlqente të mbante gjërat në duar, gërat, degët, gjithçka që mund të prekte dhe të eksploronte. Ato shkëmbyen histori për mua, secila duke kontribuar pjesën e saj të historisë sime. Dhe në atë moment, e kuptova sa fat kisha. Jo të gjithë kanë një nënë, unë kisha dy. Secila kishte dhënë atë që mundëm, secila kishte dashuruar me mënyrën e saj. Në natën e fundit, përpara se nëna ime të largoshte, më thirri në dhomën e saj, dhomën e mysafirëve që Margarete kishte përgatitur me kaq kujdes, me lule të freskëta dhe peshqir të butë. Kam diçka për ty, tha ajo duke nxjerrë një pako të vogël nga çanta. E hapa. Brenda ishte një karrefike i vjetër, një karrefike që ishte e babait të saj, që më tha, e vetmja gjë që i kishte mbetur nga familja. Dua që ti ta kesh, të jetë një lidhje me rënjet e tua, me historinë që vjen. E mbaja në duar, ndjejusha peshën e saj, e kuptohusha çfarë përfaqësonte. Një lidhje me një të paluar që nuk e njihja, por që tani ishte pjesë e emja. Do ta ruaj gjithmonë, premtova. Ajo më përqafoi. Je burri mirë, Arian, burri nderuar, i dashur, i fortë, jam kaq pronar për ty. Aq pronar. Vitet që pasuan, sollën ndryshime, por edhe vazhdimsi.
Mbarova universitetin me nota të shkëlqyera. Fillova punë në një kompani ndërtimi. Asnjëherë ishte ironia, ashtu si Klaus. Punoja me ndërtimin, me krijimin e gjërave me duart dhe mendjen. Takova një vajzë, Ana, një vajzë gjermane, me zemër të madhe dhe buzëqeshje që më bënte të ndihesha në shtëpi. Kur e tregova historinë time, ajo nuk u trondit, nuk largohej. Në vend së kësaj, tha: "Historia jote të bën atë që je, dhe unë të dua saktësisht ashtu siç je." Kur u fejuam, insistova që të dy nënat e mia të ishin atje. Nëna ime erdhi nga Shqipëria. Fluturimi i saj i dytë, më pak i frikshëm këtë herë. Ajo dhe Margaret ishin bërë të afërta gjatë viteve, duke shkëmbyer letra, duke folur në telefon me ndihmën time si përkthyes. Në dasmën ton, Ana dhe unë bëm diçka të pazakontë. Kemi 2 ceremoni familjare, një me traditë gjermane, një me traditë shqiptare. Kemi kërkuar që të 2 nënat të më shoqëronin në altar. Kur erdhi momenti, ecura mes tyre. Margarete në të djaftën, nëna ime biologjike në të majtën. Të dyja më mbanin dorën, të dyja qanin, të dyja ishin plot krenar. Dhe unë isha i plot. Për herë të parë në jetën time, nuk ndjeja se më mungonte diçka. Nuk ndjeja se duhet të zgjidhesha midis një bote ose tjetrës. Përkundrazi, isha ura që i lidhte ato. Isha prova që dashuria mund të ketë shumë forma, që familja mund të ndërtohet me gjak ose me zgjedhje, dhe që të dyja janë po aq të vlefshme. Kur Ana dhe unë presim fëmijën ton të parë, një djalë, ulëm së bashku për të zgjedhur emrin. "Çka për Luanin?" sugjeroi Ana. "Do të thotë Luan në shqip, jo? I fort, i guxëm." E mendova. Më pëlqen, por dua të ketë edhe emër të dytë. "Klaus?" sugjeroi ajo. "Për babain tënd?" Tunda kokën. Klaus Luan. Perfekte. Kur djali ynë lindi, të 2 nënat e mia erdhën për ta parë. Ishte hera e parë që nëna ime biologjike mbante një foshnjë që kur më kishte mbajtur mua. Duart i dridheshin ndërsa e zinte atë paketë vogël të mbështjellë në batanie të butë. "Ai të ngjan," tha ajo duke më shikuar. "Ka sytë e tu." Margarete qëndroi pranë duke buzëqeshur. "Dhe hundën e Anas," shtoi ajo me humor. Ishim ulur në dhomën e spitalit. Unë, Ana, Klaus, Margarete dhe nëna ime biologjike. 3 gjenerota, 2 kultura, 1 familje. "A e di çfarë kjo do të thotë për të?" tha nëna ime ngadalë, duke mos e hequr syt nga djali im. "Do të thotë se ai nuk do të jetë kurrë i humbur. Do të ketë aq shumë dashuri, aq shumë histori, aq shumë rënjë. Do të di se vjen nga forcë, nga sakrificë, nga dashuri që nuk njeh kufi." Kishte të drejtë. Klaus Luani do të rritej duke ditur historinë time, historinë e plot, pa asgjë të fshehur. Do të rritej duke njohur se ai kishte 3 gjyshër, njëri biologjike, 2 të birësuara, dhe të 3 e donin njësoj. Vite më vonë, kur djali im ishte 5 vjeç, nëna ime biologjike u sëmur. "Kanceri," thanë doktorët. I përparuar, i pashërueshëm. U ktheva në Shqipëri menjëherë. Klaus dhe Margarete erdhën me mua. Ana mbeti me djalin, por dërgoi mesazhe çdo ditë. Javët e fundit të jetës së nënës sime i kalova pranë saj. Fola me të, i lexova libra, i mbaja dorën. Margarete dhe Klaus vizituan çdo ditë, duke sjell lule, ushqim, thjesht praninë e tyre. Një ditë, kur ishim vetëm, nëna ime më tha: "Nuk kam pendime, Arjan. Kam pasur një jetë të vështirë, por në fund kam pasur ty. Kam pasur mundësinë të shoh të rriturin, të njoh, të jem pjesë e jetës tënde. Sa njerëz mund të themi këtë?" "Je heroja ime," thash me zërin që më thyej. "Gjëja më e fortë që ke bërë nuk ishte në të mbanje, për të më lënë të shkoje. Duhet forcë e pabesueshme për të bërë këtë." Ajo buzëqeshi. "Dashuria e vërtet nuk është vetëm të mbanje, është të dish kur të lësh shkoj." Ato ishin disa nga fjalët e fundit që më tha. Pak ditë më vonë, me mua duke i mbajtur dorën, me Margarete duke qëndruar në derë duke qarë në heshtje, nëna ime lak të botë. Varrimi ishte i thjeshtë, ashtu siç kishte kërkuar, por erdhën më shumë njerëz se sa prisja. Fshinj që e kishin njohur, kolegë nga puna, njerëz nga shtëpia e fëmijëve. Secili kishte një histori për dashurinë e saj, për durimin e saj, për forcën e saj. Zonja Lula erdhe, tani shumë e vetur, duke ecur me bastun. Ajo më përqafoi dhe më tha:
Ajo ishte një nga gratë më të forta që kam njohur ndonjëherë, dhe dashuria e saj për ty nuk mbaroi kurrë, as për një ditë të vetme. Kur u ktheva në Gjermani, mbajta me mua 2 gjëra: fotografinë e fundit që kisha bërë me nënën ime dhe letrën origjinale që ajo kishte lënë në shtëpinë e fëmijëve. Ato do të mbetnin me mua gjithmonë, kujtime të historisë që na bashkonte. Tani kur shoh mbrapa, kuptoj diçka që nuk e kuptoja si fëmijë. Familja nuk përcaktohet nga gjaku i vetëm, përcaktohet nga dashuria, nga sakrifica, nga zgjedhja e vazhdueshme për të qenë atje, pavarësisht vështirësive. Klaus dhe Margarete më dhanë jetën që nëna ime biologjike dëshironte për mua, dhe nëna ime biologjike më dha origjinën, historinë, vërtetën që kisha nevojë për të isha i plot. Të dyja ishin dhurata, të dyja ishin të nevojshme, të dyja ishin dashuri. Tani kur djali im më pyet për historinë time, nuk e fsheh asgjë. I tregoj të gjithën, për shtëpinë e fëmijëve, për braktisjen, për adoptimin, për kërkimin, për takimin. I tregoj se si ndonjëherë dashuria nuk duket siç presim, por kjo nuk e bën më të pareale. Babi më pyeti një ditë, a është e keqe që zonja Lule të la? E mendova me kujdes. Jo, i thash, nuk ishte e keqe, ishte dashurie. Ajo bëri gjën më të vështirë që një nën mund të bëj. Më la që unë të kisha shansin për jetë më të mirë. Dhe për shkak të asaj vendimi, unë kam pasur 2 familje, jo një. Kam pasur 2 fish aq shumë dashuri. Ai mendoi për këtë. Kështu që ndonjëherë dashuria do të thotë të lësh shkuar? Po, i thash. Ndonjëherë dashuria do të thotë saktësisht këtë. Kam vizituar varrin e nënës sime çdo vit që kur vdiq. Çoj lula, pastroj gurën, qëndroj në heshtje dhe flas me të në mendjen time. I tregoj për jetën, për djalin që po rritet, për planet për të ardhmen, dhe çdo herë që shkoj, ndjej praninë e saj. Jo në mënyrë misteri ose të çuditshme, por në një mënyrë të thjeshtë, në erën që fryn, në diellin që ngroh, në ndjenjën e paqes që më mbush. Ajo bëri një zgjedhje para shumë vitesh, zgjedhje që i prishi zemrën, por që më shpëtoi jetën. Dhe për shkak të asaj vendimi, unë kam jetuar, kam dashuruar, kam krijuar një familje të mien. Historia ime nuk është e thjeshtë, nuk ka një fillim të qartë dhe një fund të pastër. Ka dhimbje dhe humbje, por edhe dashuri dhe gjetje. Ka copza që duket se nuk përshtaten, por kur i shikon së bashku, formoj një mozaik të bukur. Jam Arjan Müller, jam Arjan Kelmendi, jam djali i Klaus dhe Margaretes, jam djali i Lules, jam midis 2 botëve, 2 kulturave, 2 familjes. Dhe në fund, pas kaq shumë vite shkërkimi, e di se kush jam. Jam i dashur, nga shumë njerëz në shumë mënyra. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme nga të gjitha. Nëse jeni këtu, duke ndëgjuar historinë time, ndoshta edhe ju keni pyetje për identitetin tuaj. Ndoshta edhe ju keni ndjenjën se diçka mungon. Ndoshta edhe ju po kërkoni për përgjigje. Dua t'ju them, është në rregull të kërkosh, është në rregull të duash të dish. Por mos harroni, ata që ju rriten, që ju duan, që zgjedhin çdo ditë të jenë atje për ju, ata janë familja juaj gjithashtu. Gjaku është i rëndësishëm, por zgjedhja është po aq e fuqishme. Në fund, dashuria është ajo që na përcakton, jo nga vjen, por se ku zgjedhim të shkojmë, jo se kush na lindi, por se kush zgjodhi të na mbajë. Dhe nëse keni pasur fatin të keni të dy, siç pata unë, atëherë jeni mes njerëzve më fat në botë. Kini kujdes për ata që ju duan, falenderoj, tregoju se çfarë nënkuptojnë për ju, sepse dashuria, e vërtet, e thellë, e pa kushtëzuar dashuri, është gjëja më e rrallë dhe më e çmuar në këtë botë.